Ju përshëndes nga Blu Televizion, jemi në edicionin e informativ të zhvillimeve kryesore. Do të ndalemi tek aktualiteti ku investimi që do të kryet në Zvërnec ka rikthyer edhe një herë frikën tek banorët e një ndër fshatrave më të vjetër të Vlorës. Banorët pohojnë se nuk janë as pak kundër investimit, i cili tek fshati apo qyteti do të sjellë zhvillim, por sipas tyre ata mbrojnë të drejtën e pronës së trashëguar. Investimi që do të kryet në Zvërnec ka rikthyer edhe një herë frikën tek banorët e një ndër fshatrave më të vjetër të Vlorës. Banorët thonë se përpara syve të tyre kanë parë që tokat që posedojnë me dokumentacion të rregullt janë të rrethuara. Banorët e Zvërnecit pohojnë se nuk janë as pak kundër investimit, i cili tek fshati apo qyteti do të sjellë zhvillim, por sipas tyre e drejta e pronës duhet mbrojtur. Banorët e Zvërnecit kërkojnë që nëse pronat e tyre do të përdoren për investimin në fjalë, ata duhet të shpronësohen sipas të drejtës së pronësisë dhe në vlerën e duhur. Banorët pretendojnë se të gjitha tokat i kanë të trashëguara dhe nuk e falin tjetërsimin e pronës. Ata shprehen se nuk kanë marrë pjesë në protestë, por fëmijët e tyre kanë shkuar pasi kundërshtojnë tjetërsimin e pronave që po ndodh aktualisht. Për tokat janë të fshatarëve, ato i kemi në tafi. Ato na duam ta dimë ne. Ku që ka dhënë të drejtën atia, erdhi aty pjesure. Ai që mori këtë vendim kishte. Është ndarje pa drejtë? Pa drejtë. Se tokat janë të fshatët, të fshatarëve. Dhe nuk janë të shtetit. Juve dolët në protest? Vajtë ndjem, të erdhën nga Greqia, lartë punën atje dhe erdhën. Kërkohen të drejtën e tyre. Jeni prapë kundër kësaj gjëje? Ne. Neve do vdesim ne, do t'i lëm të rëshikim fëmijëve. Si kanë vdekur prindët tanë lanë edhe ne do t'i lëm fëmijët. Ato janë pronat tona, edhe nuk janë pronat e shtetit. Ne kemi në tapi, deri tani ne i pagojmë. Ne s'jemi kundërshtim që të mos bëhet. Po pronat janë private humës. Pronar jam zë. Patjetër, pronari. Si e shikoni këtë? Se nuk, kjo, nëse qeveria është qeveri, nuk bëjmë luft me qeverin, po si është puna, ne s'dim asgjë. Është e shitur, ashtu, ne e pam që ishte usur, prona jonë. Ju jeni dakord me atë? Me atë? Që dakord jemi? Jo, prona është private, nuk është se jemi dakord neve. Pa drejtësia. Pa drejtësisht, patjetër. Atë në kërkojmë. Nuk dhe japin, para që as certifikatat e tokës nuk dhe pronësisë, ne kemi vetëm kur u bë reforma, kemi ata që tapit e tokës. Ato kemi. Që figuron tokat në emrin ton private. Që janë Den Babadeni. Mua ma ka dhënë jati, baba im, jati gyshi, me radhë. Mi tokat tona, vëlla, që kur janë. Unë më mite gyshi me gomarën kishe vogël, dhe punonjën atë qa bënjëm, neve bënjëm gjitha to atje, qep dhe qa grus bënjëm, vla, në korat e para. Ishte e fshatit ajo, gjithi kemi, neve jemi të fshatit, i kemi tokat tona atje. Keni me dokumenta? I kemi, si kemi kështu. Si shikoni këtë rrethimin që është bërë? Si shikojmë, nuk është një, unë se kisha parën dhe se s'kisha vajtur, nuk e buri më ka ikur, kretit, gjemti kam larkë, dhe s'kam vajtur, kur i pashtë në televizor që këshin thurur, se erdhën djemë të muaj, që vajtër në tje. Erdhi vajgja me dhëndrin, erdhi dhe djalli me nusen, dhe erdhën shikua, ma se do vim prapë. Po, të bëhet ndo një gjë, vëlla, që neve kemi tokat tona, të japin, si të themi, të japin ndo një jeka. Ke frikë se mund ja marrin tokën? Jo, mës të marrin, la, më mirë mës të marrin tokë. Jeni të friksuar ju që do ju marrin? Kemi, jemi të kemi kështu. është gjuna, vëlla, se neve që në korat e para punojmë në kooperativ. Nga pak gjithë fshati ka atje. Si e shikoni? Po, na vjen keq për atë që po ndodhin. Gjuna për atë të djalin që i që nosh, sa del nga mendja. Ajo. Që ma s'kare njerë të poshtër janë. Qa duan ata? Të shpronësojmë njerëzit edhe të bëjat e mirë, kështu gjukon gjithë fshati, gjithë populli. Ju keni tokë? Kemi. Në këto momente? Po, kemi. Kemi. Kur të atje janë të registruara, i dinë ata shumë mirë. Edhe i gjejnë. I dinë ata. Ka i gjithë fshati, nga pak, nga shumë, kush nga pak, ka gjithë fshati, kjo qua fshati.
Po. Ju keni shkuar për të? Po, neve plequn, neve me të disë mërë me plakun, vajtën të tjerët, vajtën djemët, vajtën uset, vajtën, unë nuk mund a do të, unë jam dhe së mërë me qupë. Ashti nuk e dim kjo të bëhet e pa drejtë, të bëhet e mira, themi. Investimi në Zvërnec pritet të prek jo vetëm pronat e këtij fshati, por dhe ato të banorëve të Nartës, si dhe të banorëve të zonës së Pishporos dhe Hidrovorit, një investim ky i gjerë në territor, i cili fillon nga Dajlani për të përfunduar në zonën e Hidrovorit dhe Portonovës. Pasditën e së hënës, përfaqësues të shoqërisë civile, intelektual, përfaqësues biznesi, specialist mjedisi në Vlorë kanë zhvilluar një protestë paqësore për të kundërshtuar projektin e Zvërnecit, por jo vetëm. Protestuesit kanë bërë thirrje kundër klasës së vjetër politike, duke kërkuar largimin e saj. Përfaqësues të shoqërisë civile, intelektual, përfaqësues biznesi, specialist mjedisi në Vlorë janë ngritur përgjatë së hënës në një tjetër protestë paqësore për të kundërshtuar projektit të Zvërnecit me pankarta në duar, të cilat i drejtonin thirrje qeverisë shqiptare, por dhe me pankarta të emrave të çdo fshati të rrethit të Vlorës, me dhjetra qytetarë vlonjat dhe jo vetëm kërkuan anulimin e projektit të Zvërnecit. Sipas tyre tashmë arsyeja nuk është vetëm Zvërneci, por është më e madhe se kaq, teksa kanë vijuar me thirrje kundër klasës së vjetër politike duke kërkuar largimin e saj. Arsyet për të protestuar sipas tyre janë disa, nga pensionet deri tek ato më madhoret. Protestuesit thonë se protestat do t'i vazhdojnë duke mos u ndalur, teksa drejt kryeqytetit çdo ditë nisen autobus me protestues nga Vlora në mbrojtje të drejtave të qytetarëve. Po ne pensionistë jemi o bira, atë kërkojmë. Si që kërkojnë ju të rinj, të gjithë të drejtat kërkojmë dhe ne me fëmijët tanë. Ne protestojmë për një Shqipëri më të lirë, më demokratike, më transparente. Ne protestojmë për gjithë të ardhmen e kombit shqiptar që ndodhet në gjithë botën, për gjithë shqiptarët që janë tradhtuar, janë përzënë nga këto troje me çdo lloj forme. Protestojmë për popullin që nuk ka asnjë lloj sindikat. Sindikata nuk ekzistojnë fare, janë falso. Ka 35 vjet që nuk njihet fjala sindikat për popullin e lirë, sindikat e punëtorëve nuk ekziston. Protestojmë për një heqje frike, sepse çdo njeri në administrat shtetërore merret me dhunë, me presion për ta mbajtur pushtetin politikanët e korruptuar në Shqipëri. Arrini mbajnë në presion për një rrogë minimale, një rrogë që nuk dalin as për nevojat personale të jetës së tyre, të përditshme. Ne protestojmë për gjithë ambientin që nuk ka asnjë lloj transparence. Vazhdimi i protestës do të jetë maksimalisht, do të jetë çdo ditë pa ndërprerje. Biles japim dhe një mendim të qartë popullit në datën 13 qershor. Nga Vlora do të nisen autobusa pa fund, vajtje dhe ardhje janë gratis, janë falas. Vetëm që populli të vijë të manifestojë lirshëm në kryeqytet. Ftojmë të vini, ne jemi të gjithë bashkë që po e sjellim të ndryshim dhe të gjithë bashkë duhet ta themi fjalën tonë sot. Mund të shërbejmë si frymëzim të gjithë së bashku. Prandaj edhe duke ardhur të flasim këtu, është një shembull që japim, na ndjekin të tjerët. Briteni dhe sikletin për të folur. Nuk kanë munguar në protesta as emigrant të ardhur nga Italia, të cilët besojnë se Shqipëria meriton të jetë një vend më i mirë. Fëmijë që është qenë me ndjeshme në bote e nu hap rreziku me miliona kilometra larg që vinë këtu çdo ditë. Çfarë po bëni? Kam detyrë morale të vi të mbaj këtu, të përkrah qytetarët e mi, të përkrah Vlorën time, Vlorën ku unë kam lindur, jam rritur, jam formuar dhe jam kjo gruaja që jam sot. Jam krenare, do jem gjithmonë përkrah Vlorës. Më bëhet qefi për këta të rinjt që janë këtu. Më ngrohet zemra, më bëhet mal sepse ju të rinjt jeni ardhmja e Vlorës. Jeni shpëtimi i Vlorës. Kam vajtur në jashtë shtetit, kam punuar, kam krijuar diçka, po vjen një pikë në jetë që do të thotë që të jesh një skllave moderne, të arrish të kesh një shtëpi, të arrish të kesh diçka më tepër, nuk do të thotë që je i lumtur apo ke arritur qëllimet e tua. Qëllimet tona janë të jemi njerëz të lirë, të jemi njerëz të lirë, të duam njëri tjetrin dhe të mbrojmë atë dheun ton, traditat tona, rrënjët tona. Kjo traditë si mbetet duke mbështetur të rinjt dhe duke mbrojtur të drejtën, mbi të gjitha të drejtën që po na i heqin, e që po na i vjedhin mbi të gjitha.
Ndërkohë si zakonisht, protesta e përfaqësuesve të shoqërisë civile është vendosur në rrugët e qytetit. Protestuesit kanë nisur të marshojnë nga sheshi i Flamurit në drejtim të shëtitores bregdetare me thirrjet Revolucioni Flamingo, Berisha në burg, Rama në burg, apo mbani duart larg nga Zvërneci. I vlerësuar si një plazh familjar dhe me çmime të përballueshme, plazhi i vjetër mbetet një zgjedhje për pushimet verore. E megjithatë, edhe pse i tillë, pushuesit kërkojnë më shumë vëmendje nga pushteti vendor për sa i përket pastërtisë së plazhit. Deti i qetë dhe vija e konsiderueshme ranore vazhdojnë ta bëjnë plazhin e vjetër një nga destinacionet më të frekuentuara gjatë sezonit veror. Ditët e fundit ky plazh ka regjistruar një numër të lartë pushuesish, mes të cilëve nuk mungojnë as turistët e huaj. Duke e vlerësuar si një plazh familjar dhe me çmime të përballueshme si pushuesit vendas, ashtu edhe ata të huaj shprehën se plazhi i vjetër mbetet zgjedhja e tyre për pushimet verore. Për banorët vendas, ky plazh ka qenë prej vitesh destinacioni i preferuar. Megjithatë, edhe pse e vlerësojnë pozitivisht hapësirën dhe kushtet që ofron, pushuesit kërkojnë më shumë vëmendje nga pushteti vendor për sa i përket pastërtisë së plazhit. Plazhi i vjetër është plazhi për ne fshatarë. Vim këtu edhe është i lirë edhe gjitha çadra gjitha lira, kështu që. Sa kushton një çadër me shezllon? Një çadër me shezllon është 400 lekë të re, 4000 lekë të vjetra. Po kushtet si janë? Jo, kushtet janë mira, normale, deti pastër këto, një pastër këtu bashkia i ka pastruar, i ka bërë. Ju vini këtu për shkak të kushtet të çmimit apo të çmimit, kushtet edhe moshatar, pastaj si kemi të ikur tutje. Deti cekët me rër është i mirë për fëmijët. Megjithatë ajo që po shkojnë mungojnë këto barierat e vendosura në det sinjalistike. Po s'ka se këtu për shembull s'ka të hotele si kanë bërë. Ata që kanë bërë i kanë vendosur. Vlonjata. Pse plazhin e vjetër? Pse zgjidhni plazhin e vjetër? E kam afër. Vinë në këmbë. Çmimet si janë? Po nëna, një kafe që pim. Si është? Shumë i qepë. Lozut. Duhet pastërti. Si vlonjate, këtu e keni bërë gjithmonë plazhin apo? Që fëmijë, këtu pasaj kur vajta që u bën 18 te plazhi i ri. Rinia la shëndeja. Jeni rikthyer prapë këtu? Si këtu këtë vit ka lëvizje? Po ka goxha. Jetoj në Gjermani. Jetoni në Gjermani, prej sa vitesh jetoni në Gjermani? 40 vite. Keni ardhur në Vlorë? Po. Sa ditë keni, si po e kaloni? Unë jam vlornjate. Kemi bli apartamentin, për mrekulli, shumë mirë. Vetëm një gjë është pak probleme. Cili? Pak është edhe ma pastër. Meqense si vjetë është shumë ma pastër. Duhet të ketë më shumë kujdes dhe e kam, po nuk e di a mundem me fol para kamerës. Se unë prej apartamentit tem i shoh këto krete me kontrollu plazhin. E këta punëtorët, këta porin, s'po punojnë. Janë të angazhuar të punëtorë. E ata qëndrojnë atje luajnë me porta. Duhet të vazhdojnë të punojnë më shpejt, 2 orë, 3 orë, ata po bëjnë kohën e pushimit, kohën e punës, apo kupton? E kështu s'po kërkon në botë. Vini çdo vit këtu zoj? Si duhet nga viti në vit 400 çmimet ka rritur apo çfarë? Jo, çmimet janë pa nesër, gjithmonë krejt botën është njëjtë, domethënë investicionet këtë fare inflacioni, apo kupton? Po mirë. Turët të plazh si janë çmimet? Normale, s'mon manku, po edhe qa që letë nuk është lirë, se Shqipëria nuk është vend i lirë, mos i kur ka qenë për para. Mirë. You're from? From Belgium. From Belgium? Yeah. And you are here for all day? For 1 week. Holiday. Jam nga Belgjika dhe zgjedh vendin tuaj për herë të dytë. Në fakt herën e parë qëndrova vetëm një ditë, ndërsa tashmë jam një javë. Plazhi këtu më pëlqen, është i qetë dhe nuk ka shumë rëmuj. Ajo që dua të them është të ketë më shumë pastërti në këtë plazh, se vendi është i bukur. Ndërsa për qytetin mund të them se shumë gjëra më kanë impresionuar. Është një përvojë fantastike kjo. The second time, isn't it? Second time. We were in Montenegro 2 years ago. We visit Albania just 1 day, just a short, and it will be I'll come back now. Yeah, forward. I'm also from Belgium. I'm married to this lady.
Edhe unë në fakt jam nga Belgjika. Hera e parë që erdha në Shqipëri që ndrova në Shkodër në veri të Shqipërisë. Vlora është e bukur dhe do ta shijoj këtë javë që do qëndroj këtu. Këtë plazh e kemi zgjedhur për qetësinë, por duhet të ketë më shumë kujdes edhe për pastërtinë e tij. Kjo duket pothuajse në gjithë vjen e këtij plazhi. Megjithatë, më pëlqen qetësia që kam gjetur. Work to be done on the cleaning sometimes. So we try to do that. You're from? From Ukraine. From Ukraine. Unë jam nga Ukraina dhe jam për pushime këtu për rreth 20 ditë. Jemi një grup shoqësh. Zgjodhëm Shqipërinë dhe ja ku jemi. Plazhi është i qetë, deti i cekët, në përgjithësi jemi mirë. Very nice this. Plazhi i vjetër ka qenë vite një plazh familjar për vetë hapësirën që ofron. Edhe këtë vit nuk mungojnë pushuesit mes tyre edhe turistë të huaj, të cilët kanë zgjedhur ta kalojnë sezonin veror në këtë zonë. Duke vazhduar në të tjera zhvillime, Shqipëria po konfirmohet si një nga destinacionet më të rejse turistike të verës 2026, jo vetëm për pejsazhet dhe bregdetin e saj, por edhe për kostot gjithnjë dhe më konkurruese të udhëtimit, shkruhet në median franceze Julsins, fal zjerimit sipas tyre të linjave ajrore me kosto të ulët. Shqipëria renditet ndër destinacionet me çmimet e biletave ajrore më ekonomike për verën 2026. Shqipëria po konfirmohet si një nga destinacionet më tërheqëse turistike të kësaj vere, jo vetëm për pejsazhet dhe bregdetin e saj, por edhe për kostot gjithnjë më konkurruese të udhëtimit, shkruan media franceze Ulis. Sipas barometrit të publikuar nga platforma turistike Digitrips dhe media franceze, çmimet e biletave ajrore drejt Shqipërisë kanë pësuar një rënje të ndjeshme prej 31%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke renditur vendin mes destinacioneve me uljen më të madhe të tarifave në tregun francez. Raporti thekson se Shqipëria po fiton terren në listën e destinacioneve më të kërkuara nga turistët evropian, fal zjerimit të linjave ajrore me kosto të ulët dhe rritjes së lidhjeve direkte me vendet e Europës perëndimore. Sipas analizës, kjo rënje e çmimeve u ofron turistëve mundësinë të zgjedhin destinacione mesdhetare me kosto të përballueshme, në një kohë kur shumë vende të tjera të rajonit po bëhen gjithnjë më të shtrenjta. Ekspertët e turizmit vlerësojnë se Shqipëria vazhdon të ofrojë një nga raportet më të mira çmim-cilësi në mesdhe, duke kombinuar plazhe me ujëra të kristalta, natyrë të paprekur dhe çmime më të ulta, krahasuar me destinacione tradicionale turistike. Barometri nënvizon se ulja e tarifave nuk lidhet vetëm me konkurrencën mes kompanive ajrore, por edhe me përpjekjen për të nxitur kërkesën, në një periudhë ku rezervimet po ecin më ngadalë se vitet e mëparshme. Për turistët që planifikojnë pushimet e verës, raporti sugjeron se kjo periudhë përbën një mundësi të favorshme për të rezervuar udhëtime drejt Shqipërisë, përpara se rritja e kërkesës të ndikojë sërish në çmimet e biletave. Është zhvilluar këtë 9 qershor, provimi i dytë i maturës shtetërore të 2026 zgjuar shqipe dhe letërsi. Plot 1124 maturantë të zyres vendore të Bashkisë Vlorë dhe Imar janë nështruar provimit të shpërndarë në 6 qendra provimi. Maturantët në të gjithë vendin janë nënshtruar këtë të martë provimit të dytë të maturës shtetërore 2026, ati të gjuhës shqipe e letërsi. Në zyren vendore të Bashkisë Vlorë Imar është 1124 numri maturantëve që janë testuar në provimin që ka nisur në orën 10 e ka përfunduar në orën 12:30 minuta, sipas kalendarit të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ky proces është organizuar në 6 qendra provimi me 6 përgjegjës në qendra dhe ka përfshirë gjithsej 1124 maturantë, të cilët vinë nga 21 shkolla publike dhe jo publike. Për administrimin dhe mbarvajtjen e provimit u angazhuan 127 administrator, të cilët u thirrën të zbatojnë të gjitha udhëzimet, si dhe standardet e përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Në këtë proces të rëndësishëm kombëtar u angazhua edhe Policia e Shtetit, po ashtu strukturat shëndetësore si dhe operatori i shpërndarjes energjisë elektrike, me mbështetje për garantimin e sigurisë së rendit, gatishmërisë mjekësore dhe vijimësisë së energjisë elektrike. Sipas njoftimit të ministrisë, pas provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë do të jetë provimi i matematikës në datën 16 qershor dhe më pas ai i lëndës me zgjedhje më 23 qershor. Pak ditë para nisjes së provimeve, Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro bëri të ditur se përgatitjet për maturën shtetërore nisën qysh në dhjetor të 2025-s
me miratimin e rregullores së re dhe publikimin e testeve model për maturantët. Si pasaj procesi u shoqërua me testime provë në qendrat e provimeve, ku simuluan të gjitha kushtet e zhvillimit të testit, nga organizimi logjistike deri tek masat e sigurisë. Rregulloria e këtij viti është tashpërsuar krahasuar me vitin e kaluar, duke përcaktuar më qartë detyrat, përgjegjësitë dhe sanksionet për administratorët dhe strukturat përgjegjëse për zhvillimin e provimeve. Po kështu nuk u lejuan telefonët celular, orët inteligjente si dhe çdo pajisje tjetër elektronike gjatë testimit. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mëngjesin e kësaj të martë në aksin Vlorë Orikum pranë fshatit Radim. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, si pasojë e përplasjes ka humbur jetën drejtuesi i mjetit BMW, i cili po udhëtonte nga Orikumi drejt Vlorës, ndërkohë 2 mjetet e tjera janë përfshirë nga flakët. Një aksident i rënd ka ndodhur mëngjesin e sotëm në bypassin e Vlorës, ku 3 mjete, një lloj Benz, një Seat, por edhe një BMW janë përfshirë në të. Si rrjedhoi, mjetet pas aksidentit e kanë shpërthyer në flak. Kanë mbetur të plagosur rënd 5 persona, 4 shtetase egjiptianë, gjithashtu burimet e policisë së Vlorës konfirmojnë se edhe një shtetas ka humbur jetën. Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mëngjesin e sotëm rreth orës 07 në aksin Vlorë Orikum pranë fshatit Radim. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, një Benz, një BMW dhe një Seat. Si pasojë e përplasjes ka humbur jetën drejtuesi i mjetit BMW Cabello, i cili po udhëtonte në drejtimin Orikum Vlorë. 35 vjeçari Cabello ishte i bllokuar në automjetin tip BMW dhe fatkeqësisht ka humbur jetën në vendngjarje. Për shkak të dëmtimeve të rënda dhe deformimit të mjetit nga përplasja, zjarfikësve ju desh rreth 30 minuta për të nxjerrë trupin e viktimës jashtë automjetit. Nga aksidenti kanë mbetur të dëmtuar lehtë 5 pasagjerë me shtetësi egjiptiane, të cilët ndodheshin në mjetin Benz. Ata janë transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Pak minuta pas përplasjes, automjetet janë përfshirë nga flakët. Shoferi i Seat nuk ka pësuar dëmtime. Dyshohet se shkak është bërë një prakalim i gabuar i mjetit tip Benz dhe shpejtësia, ndërsa nga testi i alkoolit të 2 drejtuesit kanë rezultuar 0.00 mg. Shërbimet policore ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të dinamikës së aksidentit. 6 persona janë arrestuar në Vlorë si pjesë e një grupi me rrezikshmëri të lartë. Sipas njoftimit zyrtar, grupi dyshohet se ishte i përfshirë jo vetëm në veprimtari kriminale në fushën e krimeve kundër personit, por dhe në trafikun e lëndëve narkotike. Policia njofton se një grup me rrezikshmëri të lartë shoqërore që vepronte në Vlorë dhe Fier është goditur mbrëmjen e së hënës nga një aksion policor në fshatin Vranisht. Policia ka publikuar pamjet teksa rrethon lokalin ku ndodheshin 6 anëtarë të grupit, të cilët janë arrestuar në flagrancë. Mes të arrestuarve është dhe 55 vjeçari Aligjoni, autori plagosjes me armë zjarri të 27 vjeçarit Laza, ngjarje e ndodhur 2 ditë më parë në lagjen 24 maj. Shtetasi me inicialet ID është prangosur gjithashtu sipas policisë, pasi rezultoni shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia, pasi gjykata e apelit në Lecce në vitin 2024 e ka dënuar me 6 vjet e 8 muaj burgim për veprat penale, trafikimi i lëndëve narkotike dhe pjesëmarrja në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Gjatë operacionit u sekuestruan 4 armë zjarri, pistoleta, municion luftarak, 7 celular, 1.850 euro dhe 3 automjete, 2 prej tyre me targat huaja dhe njëri prej tyre i blinduar. Sipas policisë, një prej mjeteve të sekuestruara, BMW, është përdorur nga 55 vjeçari për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pasi plagosi 27 vjeçarin 2 ditë më parë në lagjen 24 maj. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka reaguar në lidhje me aksionin që policia ka kryer në qytetin e Vlorës, duke e vlerësuar si të rëndësishëm arrestimin e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar. Ministri u shpreh se kush sfidon ligjin përballet me shtetin dhe drejtësi. Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamallari ka përgëzuar policinë e shtetit për goditjen me sukses të një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë shoqërore në Vlorë në kuadër të operacionit policor të koduar grupi.
Ministri vlerësoi si shumë të rëndësishëm marrësimin e personave në kërkim kombëtar dhe ndërkombëtar, kapjen e autorit të plagosjes së rënd të ndodhur pak ditë më parë, si dhe sekuestrimin e armëve të zjarrit, mjeteve të blinduara dhe provave të tjera kriminale. Këto rezultate janë dëshmi e profesionalizmit, vendosmërisë dhe angazhimit të strukturave tona alizbatuese në luftën kundër krimit të organizuar, u shpreh ministri Lamallari. Duke theksuar qëndrimin e palëkundur të institucioneve ndaj kriminalitetit, Lamallari shtoi se lufta kundër krimit të organizuar është një betejë pa kompromis. Kushdo që mendon se mund të sfidojë ligjin, të cënojë sigurinë publike apo të ngrejë dorë mbi rendin dhe qetësinë e qytetarëve, do të përballet me forcën e shtetit dhe drejtësisë. Ndërkohë ministri Lamallari shprehu mirënjohje për çdo efektiv policie që shërben me përkushtim dhe kuraj, duke theksuar se ata kanë mbështetjen e plotë dhe të palëkundur të institucioneve. Operacioni i grupi u finalizua nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës në bashkëpunim me Forcën Kombëtare të Sigurisë dhe në drejtimin e prokurorisë, duke çuar në goditjen e një grupi kriminal sipas policisë që vepronte në Vlorë dhe në Fier, si dhe në kapjen e disa personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë sekuestroi pasuri me vlerë 5 milion euro, të rezultuara të përfituara me dokumente të falsifikuara. Prokuroria e Vlorës sekuestroi pasuri me vlerën e 5 milion eurove të rezultuara të përfituara me dokumente të falsifikuara. Nga hetimet mbi procedimin penal të nisur pas kallëzimit të një shtetasi për veprat penale falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularve, si dhe pastrimi i produkteve të veprës penale, në ngarkim të një personi nën hetim me inicialet KB, ka rezultuar se ky shtetas kishte përfituar pasuri tok arme si përfaqe 1600 m2, si dhe ullisht 1900 m2 me dokumente të falsifikuara. Për rrjedhoj me kërkesën e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, u sekuestruan një pasuri e llojit arme si përfaqe 1600 m2 në Vlorë, në zotërim të disa shtetasve, si dhe pasuri e llojit ullishte, me sipërfaqe 1900 m2 në zotërim të këtyre shtetasve. Një tjetër aksident rrugor është i shënuar mesditën e kësaj të martë në rrugën transballkanike në Vlorë, duke rikthyer vëmendjen te siguria në këtë segment rrugor me qarkullim të lartë automjetesh. Një motor është përplasur me një mjet, si pasojë drejtuesi i motorit ka mbetur i lënduar lehtë. Një tjetër aksident rrugor është regjistruar në rrugën transballkanike mesditën e kësaj të martë, duke kthyer vëmendjen tek siguria në këtë segment rrugor me qarkullim të lartë automjetesh. Sipas informacioneve paraprake, një automjet është përplasur me një motor në rrethana që ende nuk janë bërë të ditura plotësisht. Menjëherë pas njoftimit për ngjarjen në vend në aksidentit kanë mbërritur efektivët e policisë, të cilët kanë nisur veprimet për dokumentimin e rastit dhe zbardhjen e shkaqeve që çuan në përplasje. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motorit ka mbetur i lënduar lehtë. Ai ka marrë ndihmën e parë mjekësore dhe më pas është transportuar për kontrolle të mëtejshme, ndërsa fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia e Vlorës ka kryer kryerjen e vetngjarjeve dhe ka mbledhur provat e nevojshme për të përcaktuar përgjegjësitë dhe dinamikën e aksidentit. Ky është një tjetër incident që regjistrohet në rrugën transballkanike, një nga akset më të frekuentuara të qytetit të Vlorës, ku shpeshherë janë raportuar aksidente rrugore. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin manovra të rrezikshme me qëllim parandalimin e ngjarjeve. Ndikuar nga kriza që po shkakton lufta në lindjen e mesme, inflacioni në muajin maj u rrit më shumë, duke kapur shifrën e 3% më shumë prej 2024-s. Shifrat e Instat tregojnë se në maj shtrëngtimi më i madh vijon te karburanti, energjia dhe qerat, ndërsa shtrëngtimi let raportohet për ushqimet. Konflikti në Iran po detyron qytetarët shqiptar të shpenzojnë më shumë se vjet, por edhe se muajt e kaluar për të njëjtat mallra dhe shërbime. Kjo lidhet kryesisht me rritjen e çmimeve të energjisë dhe karburanteve në tregje ndërkombëtare si pasojë e luftës në lindjen e mesme dhe pasigurive të shtuara. Norma e inflacionit arriti në 3% në maj, duke shënuar një rritje krahasuar me 2.2% që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në muajin e kaluar, 3 janë grupet kryesore që kanë luajtur rol në rritjen e inflacionit: qirat me 0.84%, ushqimet dhe pjetë jo alkolike që u rritën me 0.76% dhe grupi transporti me 0.51%. Kurse në krahasimin vjetor me 2025, Instat thotë se shtrëngtimi më i madh ishte tek transporti me 7.8%, ku ndikim kryesor ka dhënë çmimi i hidrokarbureve. Sipas të dhënave, kostot për karburantin u rritën me 8.8% në maj, ndërsa një shtrëngtim i fortë është regjistruar tek shërbimi postar me 13.5% krahasuar me vitin e kaluar. Pas transportit, rritja më e madhe e çmimeve është regjistruar tek grupi sigurimeve dhe shërbimeve financiare me 4.9%.
E pandalshme është edhe rritja e çmimeve të qirave, të cilat Instat thotë se u rrit me 6% gjatë muajit të kaluar, ndërsa çmimet e ushqimeve pësuan rritje me 2.2%. Te grupi ushqimeve rritja më e madhe është regjistruar tek produktet e mishit, peshkut, por edhe tek frutat. Raportet e institucioneve vendase të huaj thonë se sa më shumë të zgjatet konflikti në lindje, aq më shumë ekspozohet ekonomia dhe efekt direkt parasor të çmimet e konsumit. Në maj Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit me 2.5%, përpos pritshmërisë për rritje të inflacionit edhe mbi 3% këtë vit. Në Kosovë po vijon numërimi i votave të kandidatëve. Deri më tani referuar Komisioni Qendror Zgjedhor janë numëruar 19.46% e votave. Albin Kurti kryeson lëvizjen vetëvendosje, ndërsa ish-presidenti Vjosa Osmani kryeson Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në Kosovë po vijon numërimi i votave të kandidatëve. Deri më tani referuar dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, deri më tani janë numëruar 19.46% e votave. Albin Kurti kryeson lëvizjen vetëvendosje me 41.629 vota, ndërsa ish-presidenti Vjosa Osmani kryeson Lidhjen Demokratike të Kosovës me 13.537 vota. Ndërkohë numërimi i votave të diasporës nuk ka filluar ende pasi nuk kanë mbritur gjitha zarfet me post. Nga numërimi i votave për subjektet politike, lëvizja vetëvendosje Albin Kurtit ka marrë sërish mbështetje më të madhe në votime, me rreth 43.05% të votave, por kësaj radhe në parlament do të hyjë me 9 deputet më pak se në dhjetorin e kaluar. Forca e dytë mbetet PDK me 21.23% të votave, e rritur shumë lehtë në vota. LDK paraprakisht llogaritet se ka fituar 17.68% të votave me një rritje prej gati 4%. LDK, lista e cilës u drejtua nga ish-presidenti Vjosa Osmani, ka parë rritje më të madhe nga partitë e opozitës. Ajo, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të çojë në parlament 20 deputet, 5 më shumë se sa legjislatura e fundit. Ish-presidenti Osmani përmes një reagimi në rrjetet sociale ka deklaruar se emri i saj nuk do të bëhet kur pengesë për formimin e institucioneve demokratike të Kosovës. Kjo ishte e gjithçka e përgatitur për këtë edicion, duke ju përshëndetur dhe falenderuar, ju lëmë në shoqërinë e programacionit në vijim. Miropafshim.